los terroristas. Fenomeni Harlem Shake, që ka shpërthyer në të gjithë botën, I ka kushtuar punën 15 minatorëve australian. Burrat kishin xhiruar javën e kaluar kërcënimin e famshëm të internetit dhe e kishin postuar atë online. Minatorët shihen në ambientet e punës të rrethuar nga makineritë e rënda dhe duke u tundur rreth e rrotull. Në 15 sekondat e para, një person shfaqet I vetëm duke lëvizur në dhomë, ndërsa të tjerë qëndrojnë të palëvizur. Më pas, të gjithë nisin të shkunden si të çmendur në ritmet e muzikës. Berminco, firma që zotëron minjerën, ka pushuar nga puna punëtorët me motivimin e thyrjes së rregullave të sigurisë. Një nga punëtorët theksoi në median australiane se firma është treguar shumë e ashpër me këtë vendim ndaj punëtorëve që thjesht po bënin shaka. Rreth 4000 video në ditë me variacione të Harlem Shake postohen në internet, e videot janë 30 sekonda të gjata. Ndërkohë më herët, një grup studentësh dhe të rinj nga Kosova kanë kërcyer në stilin Harlem Shake mbi urën kryesore të Ibrit në Mitrovic. Ata thanë se përmes kësaj performance artistike të organizuar pikërisht mbi urë, dëshirojnë të dërgojnë mesazhin se ura duhet të shërbejnë për bashkim dhe lëvizje të lirë të qytetarëve e jo për ndarjen e tyre.